Mos harani vëllazën se për me qenë kështu që është dënë Allahu, duhet gruaja me ia shpreh burrit dashurinë. Edhe burri duhet me ia shpreh gruas dashurinë. Çelësi kryesor që e keni dëgjuar gjithmonë, çelësi i parë do thotë që e çel zemrën, është me i thonë të dua. Të dua. Edhe ajo ty me thonë të dua. Po jo kur të martohesh, sa të natën e parë, dytën, po kur t'i bëj 70 vjet, e nuk njën mirë, e nuk shem mirë, e të kanë ra musteqet, e të kanë ra mikra, ku ta dione, e të kanë ra flëkt, e je deformu, je trash, e je të halue, e je gërbav, ajo me thonë, o burri jam, ose o plaku jam, sa shumë duhe. Ti tash si ti esh i gërbav, si të nish atë fjallë, pak me njëherë e njën vetën pak ma fort, ha? Thua këshore mora peshe, 70 vjet i ku bo, edhe hala që ishë po më dënë. Se kur i ki 20 vjet, 25 vjet dënë, vallaj, s'ka qare se tu të cita, ja mërë tjetra. E që kjo vlazen të na meshkujt, ma mirë me thonë të ju mëre, që kjo po mungon të disa. Të granimi është pak ma e theksume. Din me thonë, amo burat, one bur jam, po ti nësi i bur dhe me thonë të dua, unë e burë jam se thras nemen, që, pash Zotin a kashtë në mesin e muslimanëve në këtë botë, ma burë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nemen i thirke gratë e veta. Nemen i thirke. Të na, mos me njofti një plakat në këjshit tanë, ti menon që e ka emin halo, e thira i burrit gjithë, halo, hajde se po dalëm, halo, hajde shkojmë me morëm benzin, halo, hajde shkojmë pazar, halo, hajde shkojmë të qika, të djali, se hale kia, ky tjetri plak, ky tjetri bio, pse mare vëllas për thirë me emën, po qërë vrëmsimet pejgamberike, subhanallah. Pejgamberi, alej salatu vësselam, i thërke gratë e veta, qysh kishin qef ato. Qysh? Aisha, arabisht e emnin. Të në shqip, Aisha. E ajo kish qef me thirë ma shkurt, Aish. E pejgamberi thërke, Aish. Qërë pak me përgdhele, ke po sikur nanën, i thu nanush, se e dënë ma shumë. Babush. E thirke të me thonë me emën për gdhels. E këtu i vje marre, kushke, plaka më thiri. Plaka, cila plak mare vla të thiri. Tjetri, a i aty po vej me familje, ti po është gati, i qëtë gotat, i qëtë sokat, i qëtë krejt, kura i ardhësh me grue. Ku ki familjen? Jo që për mas. Ti qysh familje vesh me gru, po ti thuja vëlla me, pa e hoqë s'pa më i me thonë me gru, po vesh se ti qysh po ngushtona. Jo, mësë ngushto po zeno zemrën me gru, po ve, me zojen, po ve, kur fa problemi nuk është. Se po thuj nuk ka kultur, ti më drejtue ministreshe, sa presidente, sa princeshe, sa mbretreshesh, me emën. Po qa? Zënjush, nësë është e pamartume, zënjusha filane. Nësë është e martu me zënja filane. Ne i kanë mësu në shkollë fillore dhe që shkruen zënjë edhe zënjëshë. Që sa interesant, pse se zbën thëj ke është munges edukate, një drejtu drejt ashto. E mirë ti, nëse zënjëshë po i thot dikuj që sa kërkushë për ty, ose zënjë, e pse s'pi i thua zënjë stane, po halë po i thua, plak po i thua, bio. Hajde më reknej, vesh tu u kullë. Po e din ajo. Po jo mëre, po nemen e thirë mëre, subhanallah. Inshallah Allahu Gjeleshanu hu në ndihmën, për me dash njën i tjetin edhe në lehtësën, me kalu këtë farë barriere, këtë farë pengese, se diqysh si marë, me i thonë burit të dua, apo kështu, apo ashtu, ose burit me i thonë gruës të dua. O vlazen, të dua, unë e kështu pequjës, dhja, mu i me formulu kështu, të dua dhe krejt derivatet e të dua dhe të mja thonë gruës. E ke po nafta dhe derivatet e naftës. E cilat janë derivatet e të dua, janë me i thonë zemër, burrit. Me i thonë shpirt, lëshkaman, bukurash, simpatik. Ajo është 1 metër e gjisti, me i thonë dhe mashallah 2 metra, e në zonë e derën. Ajo nuk kam rri kur që me i thonë, o mashallah, po ti asë një shak, nga s'po ta bon ty që kem rriti, sa i zoti je. A i me nëzhe ka bo një kërë një mirë, ti me thonë, o, shna knaqë, këj farë si gjipa, për shë u knaqëm ta. Jo mërë sështë, o, Allah, për mua, që si kam qef tullë të ne, se ti e din që burri e të smëre bëna si, e të të mi thonë burri, që si unë e kam qef, që si tullë, që ka janë. Kur të bënë të anej matë nalë, tu që si kam qef. Andaj pra, të dua, dhe derivatet e sajna, mos i nalni,
Mos i nalin dashni me pas sukses në jetën bashkëtorë. Allahu na ndihmoft, na udhëzoft, na forcoft edhe dashnin me bashkëshortet tona. Allahu na shtoft.